Mbrëmja së mërkurës ishte një nga netët më të vështira për repartet zjarfikse në qarkun e Shkodrës. 3 bashkiu përballën njëkohësisht me vatra zjarri të favorizuara nga era e fortë. Situata më problematike u regjistrua në Vaun e Dejes, ku flakët përfshin një masiv me pisha dhe u përhapën me shpejtësi. Për banorët ishte një natë ankthi dhe frike, teksa flakët u afruan pranë shtëpive. Një erë e pa kontrollume, e smeno me nxehtë, domethënë kishte ba venin këtë mjeku, edhe gazet do shpërndashin gjitha drejtimet. Dhe në zotë erdhen këtë familja, u bëm gati tamam për evakuim. Ato gocat të artë shtëpia e një merë kake. Familje me rrethra familje do ishin djeg mos mofik. Në ndihmë të forcave të Vaut të Dejes shkuan edhe ekipet zjarfikse nga bashkitë e tjera të qarkut. Ndërhyrja e përbashkët bëri të mundur mbrojtjen e banesave, ndërsa dëmet në pyje janë të konsiderueshme. Situata mram ka qenë jashtëzakonisht e vështirë. Janë rreziku banesat, ka qenë fat i madh për ne që mbështetja na ullan në kohë reale dhe arritëm të shpëtonim banesat. U përshkuan rreth 25 hektar në pyje të llojit pish, dhe nga të cilat 10 janë të djeguna sot. Paralelisht me situatën në Vaun e Dejes, një vatër e madhe zjarri u aktivizua dhe në fshatin Juban të Shkodrës, ndërsa një tjetër vatër u regjistrua në Ktosh të Malësisë së Madhe. Aktualisht të gjitha zjarret janë shuar.